Nuk e kisha menduar kur që dita ime do të mbyllej në rrugë, me një çantë të vogël në dorë. Pa një derë ku të hyja. Kam qenë gjithmonë grua e qetë, e duruar e shtëpisë time. Unë jam Landa, 63 vjeçe, nën e 2 vajzave dhe gjyshe një djali që e kam dashur si sytë e balli. Por jeta në moshë të thyer të kthen shpesh në fillim, sikur të do të testoj edhe një herë. A e meriton të quhesh njeri i fortë? Gjithçka nisja të pasdite të zakonshme, ku shtëpia ime ishte plot me zëra fëmijësh. Nipi im, Arjani, ishte i gjallë, kokë fort, djali i adoleshencës, me humor shpesh të paqëndrueshëm. Rritej dhe përplasej me botën njëkohësisht. Unë e kisha për zemër. E dija që brenda zemrës së tij kishte mirë. Por vitet e fundit po e humbiste drejtimin. Shoqëria, telefonat, interneti, jeta e shpejtë e qytetit më shumë e merrnin se sa jepnin. Atë ditë ai bërtiste, përplaste derën, vinte e shkonte në përdhoma pa një pa dy, fliste keq me nënën e tij, me motrën e vogël, edhe me mua. Unë u përpoqa disa herë ta qetësoja, por ai nuk donte të dëgjonte. Arjan, mjaft me atë sjellje. I thash, jo me keqdashje, por me autoritetin e një gjysheje që se don të devijoj nipin. Ai u kthye nga unë, më pa me sytë e tij të nxirr, si të ishin të mbushur me tym, me mllef, me lodhje, boll edhe ti. Mos më mëso më, se nuk jam fëmijë. Më tha, ato fjalë mu futën në shpirt. Nuk qava. Mësuar jam të mbaj gjithçka brenda, sikur zemra ime është depo e gjithë dhimbjeve familjare. Po kur ai goditi derën me grush dhe tha, largohu, mos ma prish më mendjen, unë humba durimin, e ngrita zërin. Mbase pak më shumë se ç'duhet. Zëri im u mbush me të gjitha brengat e viteve, me gjithë lodhjen që kisha ruajtur për brenda. Nuk e ofendova, nuk e fyeva, por i bërtita. I thash se ai nuk ishte të drejtë të sillte kështu në shtëpinë time, se respekti është i fundit gjë që nuk duhet humbur. Në atë moment hyri vajza ime, Mira. Ajo e gjeti djalin duke qarë nga inati, jo nga dhimbja, dhe mua, ende duke folur rëndshëm. Nuk më la as të shpjegohesha, mami, çfarë po bën? Tha ajo me një ton të ftohtë, si të mos ishim nën e bi, por të huaja që flisnim për një incident të vogël rruge. Po i flisja pak, se po sill u përpoqa të shpjegoja, i bërtite. Më ndërpreu, aty zemra mu drodh për herë të parë. Mira, unë thjesht, jo. Tha ajo, je bërë nervoze, je bërë shumë e vështirë. Unë nuk dua konflikt në këtë shtëpi. Të lutem, merr disa ditë, shko tek tezja ose diku tjetër dhe kur të qetësohesh, kthehu. Aty çdo gjë u bë errësirë. Po kjo është shtëpia ime, vajz, ajo uli syt. Nuk mu përgjigj. Nipi u hodh në krahët e saj, duke u fshehur pas shpinës sikur të isha dikush që donte ta dëmtonte. Kjo më vrau më shumë se gjithçka. Të lutem, mami, mos e bëj më të vështirë. Sot, thjesht ik pak. Të lutem. Përsëriti ajo e pash, vendimi ishte marrë. Se bindja dot. S'kisha fuqi të luftoja. Ndjeva një dobësi të papërshkruar në këmbë. Unë mbështeta te muri për të mos rënë. Marr çantën, thash me zë të ulët, sepse nuk desha të dilja nga vetja. Jam nën. Nuk dua të shaj fëmijët e mi. As kur më tradhtojnë, ndërsa po mblidhja 2 rroba, dëgjova nipin që thoshte. Mirë bere që e largove, mami. Ajo vetëm na prish qetësinë. Në atë moment unë u thyeva. U thyeva plotësisht. Sikur dikush mi këpuste brinjët një nga një, e lash shtëpinë time, të cilën e kisha ndërtuar me duart e mia. E mbylla derën dhe ndjeva sikur po vulosja fundin e një kapitulli që kish gjatur plot dekada. Në rrugë, me një çantë në dorë ajri i ftohtë i mbrëmjes më përplasi në fytyrë si shuplak. Ecja pa e ditur nga po shkoja. Më dukej sikur qyteti ishte më i madh se zakonisht, rrugët më të gjata, dritat e makinave më të forta. Mendja më shkonte pas në kohë. Çfarë kisha bërë gabim? Ku kisha dështuar? Si mundet vajza ime, fëmia që e kam rritur me sakrificave, të më nxirrte nga shtëpia ime? Më dolën parasysh netët kur rria zgjuar për ta kurishin të vegjël. Dita kur Mira pati temperaturë 40 dhe unë u luta para derës së spitalit. Dita kur ajo u martua, kur unë përgatita gjithë dasmën me duart e mia. Çdo shpresë, çdo dhimbje, çdo buzëqeshje që i kisha falur. Dhe pastaj një ditë vetëm mjaftoi që të më përjashtojnë. Doja të ulëria, doja të qaja, por s'munda. Sytë e mi nuk po venin lot. Mbase ishin thar vite më parë, kur burri më la dhe unë mbeta vetëm me 2 vajzat. Ula në një stol afër lulishtes së lagjes. Ajri ishte i rënd dhe unë ndihesha si një cop letre që era e kishte shkulur nga dritarja. Ku do flesonte? E pyeta vete me zë të ulët, nuk kisha përgjigje. Nuk desha t'i telefonoja motrës. Ajo kishte familjen e saj.
Nuk desha t'i kisha bara askujt. Sikur edhe vetë prania ime ishte peshë rënd që nuk duhet t'ja ngarkoj askujt. Ajo mbrëmje ishte mbase më gjatë se çdo natë tjetër që kisha jetuar. Njerëzit kalonin pranë meje, askush nuk pjesten stol rinja si një grua pa identitet. Askush nuk e dinte historinë time. Për të tjerët isha thjesht një grua me një çantë në dorë. Askujt nuk interesonte nëse kisha shtëpi, nëse isha dëbuar nga vajza ime, nëse po dridhesha nga të ftohtit. Shikoja dritaret e apartamenteve rreth e rrotull dhe mendoja: sa shumë dritë ka brenda tyre, sa shumë ngrohtësi, dhe unë jam këtu jashtë, diku larg. Dëgjova një nënë që thëriste fëmijën e vet për në shtëpi. Zëri i saj u bë thik në shpirtin tim. Më kujtoi vite që thërisja vajzat e mia nga obori, kur darka ishte gati, kur koha duke e pafundme dhe e mbushur me plot jetë. Si u shndërrua e gjitha në këtë? Si arriti jeta të më çonte në një stol të ftohtë, ndërsa drita e shtëpisë si mendizet, por nuk është më për mua. Kur ata ora shkojnë mbi 23:00, njerëzit filluan të paksohen. Qyteti u bë më i heshtur, më i akullt, një moment më hipi paniku. Po sikur të më afrohej dikush, po sikur të ndodhte diçka. Unë nuk isha më e re, nuk kisha forcë të mbrohesha. Dhe më e dhimbshmja ishte që vajza ime nuk do e dinte as ku isha. Aty fillova të lotoja. Lotët më rodhën ngadalë në faqe, pa tingull, pa të qara, vetëm u i ngrohti dhimbje së ngulur për vite. Unë ngrita. Ecja ngadalë drejt rrugës kryesore, me shpresën se aty do të ndihesha pak më e sigurt. E vetmja gjë që mund të bëja ishte të blija pak kohë. Mbase gjeja një vend ku mund të ulesha deri në mëngjes. Mbase do të gjeja një hostel të lirë. Mbase një kafene që qëndronte hapur. Nuk e dija, por duhej të mbetesha gjallë deri në mëngjes. Pastaj do shikoja që mund të bëja. Ishte betejja ime me natën. Telefonata që më tronditin orën 23:40, telefoni im trokiti. I dridhur. Shikova ekranin, ishte Mira, një pjesë e shpirtit tim u gëzua, sepse mendova se ishte penduar. Se ndoshta më kërkonte të kthehesha. E hapa. Mami, tha ajo. Vetëm doja të dija nëse u qetësove. Zëri i saj ishte i ftohtë, i largët. Jo ai zëri i vajzës sime që e rrisja me fjalë të buta, por gati zëri një të huaje. Jam mirë, i thash. Genjeva. Po dridhesha nga të ftohtit, nesër do flasim, mu përgjigj. Tani dua vetëm qetësi në shtëpi. Arjani është shumë i stresuar, mu ersuan syt. Pra ajo më hiqte mua që kisha sakrifikuar gjithë jetën për qetësinë e një adoleshenti me shpirt kapriço. Mirë natën, arrita të shqiptoj. Natën, mami, telefoni u mbyll. Është e çuditshme si mund të dëmtojnë ata që i ke më të dashur pa një pikë keqdashje. Thjesht nga verbëria e tyre, në atë moment vendosa, nuk do t'i telefonoja më. As nuk do të kthehesha pa më kërkuar me zemër. Mjaft isha nën këmbë për vite të tëra. Hoteli i lirën fund gjetja një hotel të vogël, pa shkëlqim në një rrugicë të ngushtë. Brenda erë myku. Një dritë e dobët. Një punonjës i lodhur, sa është nata? E pyeta, 25 euro. Po thuaj gjysma e pensionit tim ditor. Por nuk kisha zgjidhje. Dhoma ishte e vogël me një shtrat të fortë. Mu duk sikur jeta më kishte futur në një kuti kartoni, u shtriva. Dhe për herë të parë, çlirova çdo gjë. Qava. Jo si një grua 63 vjeçare, por si një vajzë e vogël që e kam braktisur në një vend të huaj. Dhe aty mes lotëve më lindi një mendim. Ndoshta kjo ditë nuk ishte fundi im, ndoshta ishte fillimi im, ndoshta ishte koha të mësoja të jetoj për veten. Kjo ishte nata kur unë humba gjithçka, dhe ndoshta nata kur unë do filloja të ndërtoj përsëri. Mëngjesi erdhi pa më pyetur nëse isha gati për të. Dritarja e vogël e dhomës së hotelit rrezeonte një ngjyrë të zbet gri, sikur qielli vet ndjente dhembjen time. Syt më ishin fryrë nga lotët e natës, por brenda meje kishte lindur një heshtje ndryshe. Jo ajo heshtja që të mbyt, por ajo që të përgatit për një kapitull tjetër të jetës. Nuk kisha një plan. Nuk kisha as para për shumë ditë të tjera. Kisha vetëm krenarin time dhe një zemër të thyer në dysh. Por unë jam rritur me një të vërtet të madhe. Njeriu bie, por njeriu ngrihet. Dhe atë mëngjes kisha vendosur të ngrihesha. Mëngjesi që më mësoj të rikthehem te vetja dola nga hoteli duke mbajtur çantën time të vogël. Bota jashtë dukej sikur ecste normalisht, ndërsa bota ime ishte prishur përgjithmonë. Njerëzit nxitonin për punë, fëmijët shkonin në shkollë, të rinjt qeshnin para kafeneve. Askush nuk dinte asgjë për natën time.
Ndoshta kjo ishte bukuria dhe tragjedia e jetës. Jeta vazhdon, edhe kur ti je shkatëruar. Bleva një kafe të ngrohtë dhe mora frymthell. Dhe pas shumë vitesh bëra diçka që s'më shkonte ndërmend. Shkova tek zyrat e bashkisë të kërkoja informacion për ndihmë sociale. Nuk ishte turp. Turp ishte të duroja padrejtësinë te dera ime. Gruaja të sporteli e re me sy të ngrohtë më dëgjoi me vëmendje. Ke të drejtë të marrësh një pagesë për strehim të përkohshëm, Landa më tha. Do duhen disa dokumente, por nuk je vetëm. Na ke neve, ato fjalë thjeshta më prekën. Sikur dikush më thoshte për herë të parë. Edhe ti e njeri, edhe ti meriton kujdes, u largova më e qetë. 2. Telefonata e beft që ndryshoi gjithçka rreth drekës, telefoni im ra përsëri. Pash ekranin, përsëri Mira s'doja t'i përgjigjesha. Kisha frikë se mos më lëndonte përsëri. Por një zë i brendshëm më tha, përgjigju. Mos e lë pezull, po. I thash me zërin më të qetë që kisha. Mami, zëri i saj dridhej. A mund të takoheshim sot, për çfarë? Pyeta me qetësi, dua të flasim. Kam menduar shumë brëm. Dhe duket se ka ndodhur diçka me Arjanin, zemra mu ngrit në fyt. Çfarë ka ndodhur? Ajo heshti për disa sekonda. Pastaj tha, më mirë hajde në shtëpi, shtëpia, ajo fjalë më përplasi si shigjet. Shtëpia ime, ajo nga e cila më nxorri, Mira, i thash. Për momentin nuk vi dot atje, por mund të takohemi jashtë, dhe la shpikën. Nuk kisha ndërmend të hyja në atë derë pa më kërkuar ndjes. U takuam në një lokal të qetë. Mira duke e raskapitur, e tronditur. E pash që s'kish fjetur. Ajo rinte me duar të mbledhura mbi tryez, sikur t'i ishin ngrirë. Mami, dua të kërkoj ndjes, tha ajo papritur. Ke të drejtë. S'duhet të ta kisha bërë këtë. Zemra ime u ngrohu për një sekond, pastaj u rëndua. E dija që nuk ishte thjesht pendes. Duhet të kishte diçka tjetër. Çfarë ka ndodhur me Arjanin? Pyeta Mira uli syt. Mbrëma i doli nga shtëpia. Nuk na tregoi ku shkoi. Nuk u kthye gjithë natën. Sot në mëngjes e gjetëm, ajo ndalua. Frymëmarrja ju drodh, e gjetët ku? E pyeta me shpirtin në fyt, në polici e pash pa folur. U kap me një grup djemsh që thye makinat në parking, tha duke qarë. Ai më kërkoi mua. Jo burrit, jo askujt, vetëm mua. Dhe tha, dua gjyshen, dua Landën. Këto fjalë më përvëluan shpirtin. 3. Pse nipi kërkoi mua në polici, kur arrita, pash Arjanin të ulur në një karrige plastike, me kokën ulur. Nuk duke i adoleshenti arroganti ditës së djeshme. Duke i thyer i friksuar fëmijë. Kur më pa u ngrit me njëherë. Gjysha, më tha me zë të mekur. Pastaj pa e pritur më përqafoi, unë mbështolla me krahët e mi, njësoj si dikur kur ishte i vogël. Pse e bëre këtë, bir? E pyeta me zë të butë, ai qau. Pa turp, pa ego. Qau si kur i dilnin vitet e mbyllura brenda shpirtit. Isha inatosur me mamin, me babin, me veten, tha duke gulquar. Dhe kur t'i bërtite, mendova se të gjithë ishin kundër meje. Unë ndjeva i vetëm, fjalët e tij më prenë në zemër. Shumë gjëra u bën të qarta, por kur dola jashtë vazhdoi ai. Kisha frikë, dhe mendova vetëm për ty. Se ti nuk më le kur vetëm. Edhe kur më qorton, ti më do sytë e mi u mbushën me lot, e kuptova. Nipi im nuk donte të më largonte. Ai kishte shpërthyer, por zemra e tij më donte më shumë se sa i dinte ta thoshte. Faji ishte i të rriturve. Faji ishte i mirës që nuk e kuptoi. Faji ishte i botës së ashpër që po e rrite. 4. Kthesa që askush nuk e priste kur u kthyem në shtëpi, nuk doja të hyja. U ndala te dera, mami, të lutem, tha Mira. Kjo është shtëpia jote. Unë isha e padrejtë. Ishe ti që e mbajte këtë familje. Pa ty s'ka shtëpi, e pash derën e shtëpisë sime. Korniza, ngjyra, doreza që e kisha lyer vetë. Dhe në atë moment kuptova se shtëpia nuk është muret. Shtëpia është respekti. Shtëpia është zemra, Mira, i thash. Unë hyj sot këtu jo si dikush që më falët, por si dikush që ju fal juve. Ajo shpërtheu në lot. Arjani më ndoqi pas dhe më tha, gjyshja mos më largo kur. Pa ty jam bosh, e mora fytyrën e ti me duar, se bëj kur, bir. Por edhe ti më dëgjo mua. Bëj njeri unë. Bëj djalin që unë e di se je, a i tundi kokën duke fshir lotët. 5. Kur zemra gjem pache, por historia s'ka mbaruar. Mira ndryshoi shumë ato ditë. U ulëm gjatë, folëm për vite të tëra heshtjeje, lodhjeje, keqkuptimesh. Ajo kuptoi se gabimi i saj kishte qenë i rënd, jo veç ndaj meje, por ndaj vetes. Ndërsa Arjani filloi të më afrohej më shumë se kur.
Riheshim bashk, flisnim për jetën, për shkollën, për gabimet. Unë u bëra ura e tij për t'u kthyer në rrugë të drejtë. Mirë po gjithçka filloi të merrte një kthes që se kisha pritur. 6. Letra që më erdhi në derë një mëngjes, kur hapa derën, gjeta një zarf të bardhë. Asnjë adresë, asnjë emër. Brenda kishte vetëm një letër të shkruar me shkrim dore. Ajo shkruhej: Zonjë Landa, dikush nga shtëpia juaj ka një sekret të madh që po ju rrezikon të gjithëve. Ju duhet ta zbuloni. Filloni nga fëmijët. Trupi më dridhej, a ishte shaka, ishte kërcënim, ishte paralajmërim, dhe çfarë sekret kishte familja ime? A ishte për Mirën, a ishte për Arjanin, apo ishte dikush tjetër? Kjo letër do ta ndryshonte jetën time edhe më shumë se nata kur më nxorën jashtë derës, dhe historia në këtë pikë sapo kishte filluar. Pas letrës së bardhë që gjeta te dera, brenda meje u hap një plag tjetër. Nuk duroja më sekrete, hije, frikë. Kisha kaluar mjaft. Vendosa ta zbuloja të vërtetën me çdo kusht, jo për vete, por për familjen time. Por fundi që erdhi s'ishte ai që kisha menduar. 1. Letra që i hapi sytë të gjithëve të nesërmen. Unë i mblodha të gjithë në dhomën e ndenjës. Mirën, Arjanin dhe burrin e Mirës. E vendosa letrën mbi tavolinë dhe u thash: Dikush nga ju ka një sekret që po na rrezikon. Dua të di të vërtetën. Sot, pa gënjeshtra, ata u pan me njëri tjetrin. Askush nuk foli për disa sekonda që më duken si vite. Së pari foli Mira. Mami, unë s'kam asnjë sekret, veç pendesën që të largova atë natë. Pastaj foli dhëndri im duke ngritur duart. Edhe unë s'kam asgjë. Unë punoj, vi në shtëpi, kujdesem për familjen. Nuk kam çfarë të fsheh. Arjani uli kokën. Unë e pash, bir, është diçka që s'na e ke thënë, ai gëlltiti vështirë. Gjyshja letra është për mua, aty të gjithë mbetën pa frym. Për ty, pyeta but. Çfarë ke bërë, biri im? Ai hapi telefonin dhe më tregoi diçka që nuk e prisja. Ishte marrë me një grup djemsh që jo vetëm thyen makina, por kishin filluar të dërgonin letra anonime në përlagje, për të trembur njerëzit. Ishte një lojë e shëmtuar e rrezikshme dhe ai kishte marrë pjesë në fillim, por ishte larguar pasi u kuptua sa e keqe ishte. Vetëm se dikush nga grupi s'kishte harruar faktin që Arjani kishte ikur prej tyre dhe po e merrte në përkëmb duke e trembur. Letra s'ishte për ty, gjyshe, tha i me lot në sy. Ishte për mua. Po më kërcënojnë që të kthehem te ta. Dhe më friksojnë duke përmendur ju, zemra ime më racop, s'ishte fajti. Ishte një fëmijë që po kërkonte rrugën e vet në një botë më të vështirë se brezi ynë. E pash Mirën të dridhej. Ajo u afrua tek i biri dhe e mori në krah. Më fal, mami, i tha ajo duke qarë. Të kam pas lënë vetëm. Nuk e kam kuptuar që kishe kaq nevojë për mua. Erdhi edhe dhëndri im që e përqafoi të birin. Në atë moment e kuptuam diçka të madhe. Familja rrezikohet vetëm kur ndalet së foluri, jo kur ka probleme. 2. Mbyllja e plagës së vjetër pas asaj dite u morëm me policinë, që e dinte grupin e djemve. U morën masa, u bën thirrje prindërve dhe çështja u mbyll pa pasoja të mëdha, sepse Arjani kishte bashkëpunuar, ai u shpëtua në kohë. Dhe asgjë nga këto nuk do të kishte ndodhur sikur unë të mos isha kthyer. Një natë, Mira erdhi në dhomën time, ul pranë meje dhe më tha: Mami, unë kam qenë e lodhur, e shpërqendruar, por ajo që të bëra ishte e pafalshme. Ti je nëna ime. Ti je gruaja që na ka rritur. Ti je njeriu më i fortë që njoh. Ti nuk meriton të dalë kush në derë. Dua të më japësh një shans të tregoj se mund të jem vajza që të bën krenare. I mbajta duart e saj. Nuk doja as lot, as dram. Doja vetëm një të vërtetë të thjeshtë. Mira, i thash. Në jetë gabimet ndodhin, por më shumë se gabimi vlen pendesa. Ti u pendove. Ti mësove. Unë jam nën. Nënat falin. Nënat nuk ikin. Dhe as ti mos ki frikë, unë nuk do ikim nga kjo shtëpi. Ajo qau me kokën në prehrin tim, si dikur kur ishte fëmijë. Aty u shërua plaga e natës e errët kur më nxori jashtë. 3. Ringjallja e familjes muaj që erdhën pas asaj dite sollën ndryshime të mëdha. Arjani ndryshoi krejt. Filloi të merrej me sport, u largua nga shoqëria e keqe, u hap me mua dhe me maman e tij. Mira filloi të më respektonte dhe më shumë se më parë. Më kërkonte këshilla, më pyeste për çdo gjë, më tregonte gjithçka. Dhëndri im u bë më i vëmendshëm me familjen. Ai e kuptoi se shtëpia nuk mbahet me para, por me komunikim dhe dashuri, dhe unë gjeta paqen që se kisha pasur prej vitesh. Një mbrëmje, teksa rinim të gjithë në tryez, Arjani tha diçka që më ngulit në shpirt.
Sikur të mos kishe ikur atë natë gjyshe, nuk do e kuptonim kur sa shumë të duam. Dhe ishte e vërtet. Ndonjëherë Zoti të rrezon që të ngresh ata që ke përreth. 4. Ditën që e dërgova letrën e fundit një ditë vendosa t'i shkruaj një letër vetes sime. E lash brenda një libri, aty ku askush do ta gjente veç meje. Aty shkruajta: Landa, ti nuk je grua që e munjeta. Ti je grua që ecën mbi ferr, por s'përvëlohesh. Ti flet pak, por dashuron shumë. Mos harro kurrë. Shtëpia nuk është ajo që të nxjerr jashtë, por ajo që të hap zemrën. E mbylla letrën dhe buzëqesha, sepse për herë të parë pas shumë kohësh e ndjeja veten në paqe. 5. Fundi që nuk është fund sot. Unë jam ende te e njëjta shtëpi, në dhomën time të vogël, me dritaren që shoh çdo mëngjes, me aromën e qetë të një shtëpie që më në fund gjeti drejtimin. E di që jeta ka sfida të tjera. E di që do ketë ditë të mira e ditë të vështira, por kam diçka që nuk e kisha më parë. Respektin e vajzës time, besimin e nipit tim dhe paqen time të brendshme. Ky është fundi im. Fundi thjesht, njerëzor i dhimbshëm, por i bukur, doli që ndonjëherë rruga drejt shtëpisë kalon përmes errësirës. Por nëse zemra nuk dorëzohet, atëherë gjithmonë gjen dritën.